Është bërë e mundur hapja e rrugës në fshatin Lojme, njësia administrative Zapot, si rezultati i angazhimit të Bashkisë Kukës në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e emergjencave civile pranë bashkisë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes përmes angazhimit të trupave të gjenjos. Ky segment rrugor ishte bllokuar si pasojë e kushteve të përkeqësuara atmosferike të ditëve të fundit, të cilat kanë shkaktuar një shëmbje masive të dheut dhe të terrenit përreth. Situata e krijuar e bëri të pamundur çarkullimin e automjeteve, duke vështirësuar ndjeshëm lëvizjen e banorëve të zonës dhe aksesin drejt shërbimeve bazë. Menjëherë pas konstatimit të situatës, Bashkia Kukës aktivizoi strukturat e saj të emergjencave, ndërsa në terren u angazhuan edhe forcat e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët kanë punuar në kushte të vështira për pastrimin e masivit të dheut dhe stabilizimin e terrenit. Për shkak të konfigurimit të terrenit dhe rrezikut të shëmbjeve të tjera, ndërhyrja është kryer me kujdes të shtuar dhe mjete të posaçme. Ekipet e angazhuar kanë punuar intensivisht për rikthimin sa më të shpejt të normalitetit në këtë aks rrugor me qëllim garantimin e sigurisë dhe lehtësimin e lëvizjes për banorët e fshatit Lojme dhe zonat përreth. Ndërkohë, Bashkia Kukës njoftoi se ekipet e detyrisë së rrugëve rurale kanë punuar edhe për hapjen e rrugës Borje-Kukës, si dhe për zgjidhjen e problematikës së shembjes së shpatit të malit në afërsi të banesave të familjes Hysenaj në fshatin Cërnalet.